Ta kujtojmë, jetën dhe befën. Për Elbasanin dhe për mbarë kombit shqiptar. Edhe unë deri madhë shumë jam Nderuar Zoti Kryeministër, nderuar Ministra, nderuar Zoti Zëvendës Kryetari I Parlamentit Ardian Turku, nderuar Zoti Rektor, të nderuar deputet, të nderuar bashkëqytetarët e mi. Në përkujtimin e 100 vjetorit të ditës sonë të pavarësisë, është bërë zakon të fillohet me lavdërimin e njeriut që ishte dhe protagonisti kësaj ngjarje më e paharrueshme e historisë sonë. Nuk do të bëjmë përjashtim nga rregulli dhe do të përmendim me nderim emrin e heroit ton kombëtar Ismail Qemali dhe burrave të tjerë që ishin nga të mbledhja historike të 28 nëntorit. Por mbasi kemi bërë nderimet burrit nderuar dhe të mençur nga Vlora, ne duhet shkojmë me te, duke ngolitur në mendje se ajo që bëri ai bashkë me patriotët të tjerë të kohës ishte vetëm një nga aktet e një lëvizje, e një mendimi dhe një tërësie veprash të mëdha ose jo të zakonshme apo heroike, ishte pra thjesht një nga kulmet e historisë sonë kombëtare. Dhe kur vjen puna të detajojmë kontributet e gjithë secilit, duhet I njohim meritat jo vetëm rajoneve apo qyteteve të caktuar, por dhe personaliteteve dhe midiseve intelektuale apo patriotike lokale që mbasën qoftë këto personalitete, qoftë këto lëvizje. Dhe në këtë pikë nuk mund mos ta shkojë mendja dhe gjua tek qyteti ynë I zemrës, tek Elbasani.
Këtu duhet të ndalemi. Është e vërtetë që çdo qytet apo krahinë e Shqipërisë etnike ka të drejtën e thotë se nuk është vlerësuar aq sa duhet nga historia. Por kur themi se Elbasani dhe elbasanasit nuk kanë marrë akoma vendin që e meritojnë, këte nuk e bëjnë thjesht nga një emocion apo dashuri lokale. Mbi 2000 vjeçare historia e Elbasanit dhe nuk e dëshmojnë vetëm disa historianë aty këtu, jo vetëm rënojat e skampesit antik apo rruga Ignatia. Basilika që e bukur e zbuluar në qendër qytetit është një dëshmi që flet dhe do t'i flasë çdo ditë si fëmijëve të shkollave ashtu dhe çdo udhëtari. Të gjithë perëndoritë e mëdha, Roma, Bizanti apo perëndoria osmane, duket se duke patur një afeksion të posaçëm për këtë vend, pozicionin gjeografik, ka bërë të vetëm natyrën dhe klimën, gjithashtu na ka bërë që të mos harrojmë njerëzit, shpirtin, frymën e banorëve të kësaj zone 2000 vjeçare. 5 shekuj më parë, një kronikan turk që shoqëronte sultanin do të thoshte: ai vend është kaq i lulzuar sa të kujtojnë gjurmët e një udhëtimi në shtëpinë e parajsës. Dhe të mos harrojmë njerëzit në Elbasan, ata që kronikat turke i përshkruajnë të bukur si engjuj e si hyri. Në qoftë se gjeografikisht gjatë 2000 vjetëve nuk ka patur asnjë eveniment të rëndësishëm që të mos jetë i lidhur me Elbasanin nga ana njerëzore, nuk ka patur asnjë zhvillim signifikant, asnjë event historik, qoftë në periudhë pas pavarësisë, qoftë në antikitet e deri në 912-ën, ku të mos gjejmë një të pranishëm, madje me role vendimtare personalitete nga Elbasani. Mjafton të përmendë listën e hierarkëve të lartë të perandorisë osmane, dhe sa prej tyre ishin nga Elbasani. Familja Biçakçive është ajo që bie në sy, por ka të tillë jo vetëm në fushën administratës shtetore, por pothuajse në çdo fushë tjetër, natyrisht duke dominuar në mënyrë masive në fushën e kulturës, të ditorisë dhe anasjelltas. Qyteti i parë që shpalli pavarësinë në vendin në vitin profetik 1912 ishte Elbasani. Dhe kjo nuk ishte thjesht sepse ky ishte qyteti i cili rrezikoi nga pushtimi i fqinjve. Arsyet ishin më të thella, që 50 vjet para shpalljes pavarësisë të pavarur, Elbasani ishte menduar nga rilindësit si kryeqyteti i Adauton. Elbasani nuk u preferuar për kryeqytet vetëm për shkak pozitës gjeografike, për faktor natyror apo gjuhën nga aq të ëmbël, por sepse Elbasani udhëhiqte sa i përket mjedisit fillor intelektual dhe dashuri së zjarrt që hasej në çdo familje. Pas 100 vjetësh ne kemi ardhur sot këtu që të përkulemi me nderim në të thellë përpara disa prej tyre, ato që firmosën aktin e shenjtë të shtetit parë shqiptar. Sot ne përkulemi me nderim jo vetëm përpara shtetarëve dhe shtetformuesve si Aqif Pasha dhe Lef Nosi, Mitat Frazet e Visione Giovanni, Alush dhe Ymer Saraçi, Sheh Ibrahim Guma, por përpara 35 firmëtarëve si Abdullah Bey Vlora, Bey Tirana, Ali Agjau Bey, i madhi Aqif Pash Biçakçiu, Benjamin Deljana, Benjamin Nosi, Bekir Plangarica, Besim Hasani, Demir Bey Suçepeu, Demir Zenel Hoxha, Dimitër Paparisto, Emina Xhedem Shiaku, Fuad Bey Biçaku, Hasan Bey Biçaku, Hasan Çifte, Haxhi Çurri, Haxhi Afyl Sulejman Kulli, Haxhi Nikol Jorgaki, Hasan Xhani, Hysén Dagli, Hysén Ostapalli, Hysén Solova, Hysén Kremadhi, Hysén Zaimi, Ibrahim Bizhuta, Ibrahim Bunxhi, Ismail Abdurazaku, Ismail Bey Xheladin Beu, Ismail Taiu, Yusuf Bey Taushani, Kol Papajani, Lazar Papajani, Mahmud Takani, Malik Bey Rizabeu, Mehmet Kothere, Mial Prifti, Papa Benjamin Deljana, Papa Dimitër Dimitruka, Petër Dotbiba, Qazim Leka, Hysén Efendi Dorzi, Kemal Bey Karosmani, Refik Meftiu, Mahmud Guma, Rapush Demeti, Uzhdi Alush Saraçi, Serafin Jorgaki, Servet Bey Zylfi, Sheh Mahmud Guma, Shefqet Bey Verlaçi, Shefqet Daiu, Shef Xhafer Pasmaqi, Taq Buda, Ymer Peni e shumë të tjerë. Nëse sot kujtojmë dhe nderojmë kryeministrat që Elbasani ka dhënë shtetit shqiptar, dhe të cilët spikasin edhe Ibrahim Biçaku apo personalitete si Lef Nosi, asnjëherë të vlerësuar siç duhet nuk kanë qenë këto. Lista e elbasanësve që kanë themeluar ministri dhe dikasteri në periudhën 12-45 është e gjatë, po aq e gjatë sa lista atyre që i kontribuan arsimit barkontar në gjuhën shqipe. Të nderuar miq, sot nuk është vetëm një ditë nderimi, sot është një ditë e mallëngjyshme reflektimi. Ne sot meditojmë për raportet tona me historinë dhe me krenarinë kombëtare dhe lokale. Në ditët e sotme, elbasanësit janë më të vendosur se kurrë që vlerat historike dhe shembujt e mirë që na bëjnë krenar të apërçojmë brezave.
Një shprehje urtë thotë se çdo vepër e madhe nis nga një hap i vogël. Ne sapo kemi bërë këtë hap. Ne jemi krenar që sot fëmijët tanë do të çetisin bulevardin Akif Pasha. Do të mësojnë historinë e vetëlindjes në memorialin e pavarësisë, përpara shtatorës së Lefnosit, në monumentin kushtuar arsimit, apo në mjediset e Kalas Llaç, që po vitalizohet çdo ditë në sajt për kushtimit tonë. Po ky është vetëm fillimi. Ne do të vazhdojmë të kemi prioritet evidentimin dhe promovimin e vlerave madhore të historisë 2000 vjeçare që ky qytet i afron tërë kur flitet gjuha shqipe. Ashtu si sot edhe në deklaratën e pavarësisë së Elbasanit, me ndihmën e të Madhit Zot, mbrojtësit e të gjithë kombeve. Ne do të vazhdojmë të japim mundësinë fëmijëve tanë të kenë shembuj për të cilët ato duhet të jenë krenar, dhe ne do ta bëjmë krenar me Elbasanin dhe historinë e tij, të cilët do të mund ta prekim çdo ditë. Gëzuar i 100 vjetorin e pavarësisë. Rroft Shqipëria evropiane, rroft Elbasani. I nderuar Zoti kryetar i Bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini, i nderuar Zoti prefekti Elbasanit, Shefqet Deljallisi, Zoti nënkryetar i Parlamentit Ardian Turku, zotëri ministra, deputet, të dashur qytetare dhe qytetarë të Elbasanit, Elbasanase dhe Elbasanas, në këtë shesh, në shtëpitë tuaja dhe kudo që ndodhi dhe festoni sot, gëzuar ditën e pavarësisë së qytetit, gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë, aktit më madhor në historinë e kombit shqiptar. Por sot së bashku, këtu, me ju dhe shqiptar, kudo që ndodhen, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, diaspor, për ulemi me nderimin më të madh, para këtij burri vigan të Elbasanit dhe të kombit shqiptar, para udhëheqësve tjerë të këtij qyteti, që në kushtet e një pushtimi të egër barbar, do ngriheshin mbi çdo vështirësi, me një kurajo mbi njerëzore, do të shpallin këtu në qytetin tuaj aktin e pavarësisë së vendit. Deklarata e pavarësisë e shpallur këtu në qytetin e Elbasanit, të dashur qytetarë dhe qytetarë të Elbasanit dhe të mbarë Shqipërisë, i bën nder çdo qytetari shqiptar, çdo qytetari ballkanik, çdo qytetari evropian, 100 vjet më parë, burrat e mençur të këtij qyteti sankcionuan në deklaratën e tyre se në Shqipërinë e lirë dhe të pavarur, do mund të jetojnë të lirë, shqiptar dhe të huaj, në respekt të plot të lirive njerëzore, që ka përbër këte akt frymëzues për shqiptarët sot dhe të gjitha kohrat. Nuk është as pak e rastit që këtu 100 vjet më parë burrat dhe gratë e këtij qyteti u zotuan për të bërë Shqipërinë vendin e respektimit të të drejtave lirive njerëzore. Elbasani erdhi në pavarësinë e Shqipërisë si qyteti i dritës dhe iluminizmit të shqiptarve, si qyteti i universitetit të parë të tyre, si qyteti që shpërndau
dritë e dije, gjuhën tonë të bukur e mësoj në të gjitha trevat tjera shqiptare. Elbasani, në tërë historinë e kombit, ishte dhe mbeti kështjellë pa mposhtur e shqiptarve e dignitetit tyre kombëtar. Qyteti mbeti gjithmonë burim drite, frymëzimi për mbar kombin shqiptar. Sot ne ndërojmë burrat e mëdhaj të Elbasanit, ndërojmë Aqif Pash Elbasanin, burin që në tërë jetën e tij jetoj, punoj si një ikonë e ndritur e adhetarisë, e ndershmërisë, e përkushtimit, e diturisë shqiptare. Aqif Pasha, para shpalljes pavarësisë dhe në vazhdim, do të luante një rol qendror në historinë tonë kombëtare. Ai do të kryesonte Kongres të Lushnjës, njëri nga mrekullit më të mëdha në historinë tonë kombëtare. Kongresin që jetësoi për shqiptarët pavarësinë e shpallur në vitin 1912. Kongresin që vendosi integritetin dhe sovranitetin e Shqipërisë. Kongresin që ushtrue në burimin e ndërtimit të shtetit shqiptar modern. Vëllezër e motra, unë jam sot këtu për të shprehur nderimin tim më të madh ndaj të gjithë atyre grave dhe burrave që të cilët që nga lidhje e Prizrenit gjerë sot u fliun për lirinë dhe dignitetin tonë. Ky 100 vjetor po festohet nga shqiptar me një vetdije kombëtare, me një dashuri dhe respekt për vetën e tyre, për njëri tjetrin, për trojet shqiptare, më shumë se kur historinë. Ndera Aqif Pashës, Lefnosit, Qemal Stafës dhe të gjithë herojve të Elbasanit dhe të mbarë Shqipërisë. Me ne joni të nderuar qytetar, që në emrin tuaj të falenderoj nga zemra kryeministrin për fjalët e ngrohta, të sinqerta, të bukura për qytetin e Elbasanit. Elbasani meriton këto, Elbasani meriton edhe më shumë, dhe ne do ta kemi Elbasanin edhe më të bukur.
Jelom. Anjere, po mirë, do